Te na, kjo puna e rasteve të rënda është si puna e të pamës. Veç 3 ditë dhe harruan. Ku bre, këshire zotni, nëse shet ti këtë storja. Ti besa krejt ata që mendojnë si tim. Po ju them kujdes, për disa burra që veç burra nuk janë. Ngo bre ogjën që shpoj drejtohet Miletit. Thot, 2 herë në të njëjtin motel, unë shpesh kom dëgju njerëz duke gjetë justifikime, jo trauma, jo familja, jo rrethonat. Hej, por çka ju thot truri për dënuesve? Në Kosovë kemi shumë probleme. Nuk e kam fjallën për inflacionin, as për këto problemet bazike me të cilat ballafaqohemi çdo ditë. E kam fjallën për diçka më të rëndë, për disa burra që veç burra nuk janë. Persona të rritur që mendojnë se fëmijët janë opsion për me i shfryj efshit e tyre seksuale. Këshire, te na, kjo puna e rasteve të rënda është si puna e të pamës. Veç 3 ditë dhe harruan. Javën e kalume, po e rikujtoj veç një rast, ku një 55 vjeçare shkop në flagrancë në vill me një 13 vjeçare. Jo, aty nuk ka shku me najt. 55 vjeçari është arrestu për veprën penale të dhunimit. Bile më pas dolën edhe detaje kritikisht të panevojshme. Gjithsesi, nuk e kom lexuar krejt komentet, po një prej tyne po e ndoj me juve. Milet, ngo bre ogjën që shpoj drejtohet Miletit. Thot, 2 herë në të njëjtin motel nuk ka mundësi që dikush të çojë dikën tjetër pa dëshirë. Tutje thot që jashtë Kosovës nuk mundesh me hy pa dokumente. Që qëto e ka mirë. Nga bre ky ogji ekspert, avokata, gjyqtara, prokurora. Thot, pa u bazu në fakte, mos me paragjiku, nuk bëhet fjalë për dhunë, është çështje vullneti. Ku bre, këshire zotni, nëse shet ti këtë storja. Ti besa krejt ata që mendojnë si tim. Po ju them kujdes. Kujdes mos pju shkon mendja me bo diçka ngjashëm. Veç diçka po të tregoj. Në kodin penal të Republikës së Kosovës neni 227 është dhunimi, ku në detaje tregohet se sa janë të dënueshme këto vepra. Aktet seksuale pa dëshirë, mekanosje, kur ka dhunë, kur viktima është në moshën 14 vjeçare si në rastin paraprak e të tjera. Më së pako, kryesi dënohet me 10 vite burg. More hej, as lajthimi faktik mbi moshën nuk arsyetën. A din kjo jo komendu që është ma madhe, jo në dukje, këto më pasi vërtet në gjykata. E këta monstra e din që dhunimi seksual është akt i gabum, është krim. Për mua kjo nuk është sëmundje, por është zgjedhje. Por dhunimi është akt i vetëdijshëm. Ai që abuzon e din që po bën gabim. E din që po e dëmton një jetë të pafajshme. Unë shpesh kom dëgju njerëz duke gjetë justifikime, jo trauma, jo familja, jo rrethonat. Hej, kur një i rritur shkel trupin edhe jetën e një fëmije, kjo nuk ka të bëjë me kurrë tjetër. Nuk është çrregullim, është zgjidhje kriminale. Problemi s'është trauma. Problemi është karakteri besa edhe mungesa e frikës nga ligji. Po, secili prej nesh ka trauma. Edhe unë, edhe ti, edhe ai, edhe ajo. Po unë kom zgjedhur me fol para josh. Nuk kom zgjedhur me shku me abuzu dikën. Më pastaj që këta përdhunues, këta përbinsha, nuk e kanë problemin veç të jepshi, për ndoshta që ndihen burra, vetëm kur dikush është më i dobët. Përdhunimi i të miturve, pra po them, nuk ndodh sepse autori nuk e dinte. Ai e dinte. Truri i tij e paralajmëroi, por ai zgjodhi pushtetin mbi një fëmijë, sepse ndihej i fortë vetëm ndaj dikujt më të dobët. Trauma nuk e krijon kriminalin, mungesa e ndëshkimit po. More edhe nëse viktima është e rritur, kur gjë nuk bëhet pa dëshirën e tjetrit. Kur zgjedh me kry këtë akt, duhet të ketë pasoja edhe për të. E unë e kisha dashur pasoja prej matrondave. Nga policia e Kosovës na kanë njoftuar se veç vitin e kaluar në Kosovë janë të evidentuara 84 raste të dhunimit. Ani pse kisha kërku detaje, policia nuk na ka treguar se sa raste përfshin veç të miturit. Por sidoqoftë, shifra është e tmerrshme për një vit. Por çka ju thot truri për dhunuesve? Kjo është pyetja e shkurtër që e kam drejtuar në neuropsikiatrit Ferida Gani, e çka thot ai? Abuzimi seksual ndaj të miturve është një krim i rëndë dhe një shkelje e thellë e dinjitetit njerëzor, me pasojë të rënda për shëndetjen e fëmijëve. Në disa raste, sjellja e dhunuesve mund të lidhet me çrregullime serioze të personalitetit, por në asnjë rast asnjë shpjegim psikologjik nuk e justifikon krimin. Kjo është para së gjitha një çështje përgjegjësie penale, morale dhe shoqërore. Shoqëria dhe institucione përgjegjëse shtetërore duhet të reagojnë fuqishëm me ndëshkim ligjor të rreth, mbrojtje maksimale dhe gjithëpërfshirëse për viktimat dhe parandalim përmes edukimit, përparimit të shëndetit mendor dhe ngritjes së vigjilencës institucionale.